Mirëmbrëma, i ftuar në emisionin sonte në Bulevard Televizion, emisionin pa kompromis, është një emrinjori politikës shqiptare, disa herë mandatuar në Kuvendin e Shqipërisë, madje si posteve ministrore, ndërkohë kryetari i partisë në koalicionin opozitar, Partisë Agrare Ambientaliste, dhe deputet aktual në parlamentin zoti Agron Duka. Zoti Duka, faleminderit që jemi me sonte në... Faleminderit për ftesë. Atëherë tashmë që gjërat që duhet kanë marrë rrugën e duhur, janë seruar listat, koalicionet. Pyetja ime e parë do ishte me atë që duket sikur do ngeli pyetje edhe mas 12 majit. Ju pranu të bëhet koalicion me Partinë Demokratike. Duke qenë opozitar për disa vitesh, duke marrë pjesë rregullisht në... Përse ishte kjo zgjidhje? Ishte një zgjidhje e marrë nga strukturët, apo ishte një zgjidhje që ju menduat se do ishte për të mirën e pozicionit tuaj partijak? Kodi aktual zgjedhor është penalizues për partitë e vogla. Kështu që sipas atyre strukturave tona, po edhe mendimi im personal ishte që nëse ne do provonin të dilnim vetëm, mund edhe të mos mbijetoni për të pas parti parlamentare. Por mund të merrni më shumë vota, sepse duke qenë nda në 12 qarqe, mund të arrish afër pragut për dalë, nëse ne do dilshim vetëm, por nuk arrim të merrni mandat. Në këtë rast, të votat shkonin dëm, dhe në shumë raste mund shkonin edhe në favor të kundërshtarit tonë politik. Kështu që duke pas parasysh ne zgjodhëm këtë, do të them jemi në koalicionin Partinë Demokratike, që është e natyrshme sepse kemi kaq vjet në opozitë, edhe nuk kemi dakord me politikat aktuale të BC-së. Për si ndër kena kohë të diskutojmë. Dhe besoj që ka qenë një zgjidhje me interes reciprok. Natyrisht kjo është një temë shumë kontroverse, sepse unë kam fatikisht si pyetje të dytë dhe ideja ishte këtu. Në fakt, duke marrë vendime për të qenë koalicion me Partinë Demokratike, ju keni marrë edhe një vendim që në fakt ka habitur disi. Keni larguar vetë nga kandidimi. Pra, një gjë që nuk e kanë bërë gjithë. A ishte ky një diktim i koalicionit Partinë Demokratike, apo ishte thjesht një marrëveshje? Edhe nëse do isha vetëm, unë nuk do vazhdosha, duke menuar që duhet i hapim rrugën të rive, sepse këto partitë e vogla në një farë mënyrë etaposin, domethënë e mbyllin në çdo lloj sistemi zgjedhor nëse vazhdon kryetari. Pra që të gjithë partitë funksion kryetarit. Dhe kjo çon në rrudhje. Nëse ne do japim mundësi edhe të rive, që mas kandidatit aktual, jo kandidatit, po deputetit, pothuajse aktual i Partisë Agrare Ambientaliste, do jetë një tjetër, edhe do në të ardhmen, varet nga kodë zgjedhor, 1, 2 apo 3 tjerë, kjo do matet me mundësinë edhe me prurjen që ata do kenë në zgjedhjet aktuale. Zoti Duka, unë kuptoj shumë mirë për atë që thoni, por gjithsesi do vazhdoj të këmbgul këtu. Ju po thoni që të japim rrugë të rinjve, dhe kjo është normale për një politikë e cila ka 30 vite që funksionon, dhe ju jeni pjesë e hershme e politikës shqiptare, për së vërtetës, por ama ka dhe një ngërç që ju jeni një koalicion ku Partia Demokratike është ndarë në 4 pjesë vetëm me një kërkesë që të largohet lideri. Pra, a mos ka këtu një lloj pagrajësie? Ja, nuk mund të gjykoj unë, domethënë, Partinë Demokratike, nuk e kam këtë luks sepse jo vetëm thjesht, po si pjesëmarrje në koalicion. Po mirë, pra, pesha ime specifike, pesha jonë specifike, Partisë Agrare Ambientaliste deri këtu është. Domethënë, nuk mund të them unë, domethënë, që nuk bën mirë Berisha që vazhdon, apo dikush tjetër, se ka dhe tjera aty gjatë shumë pushtet. Jo të gjithë janë një lloj, jo të gjithë kanë të njëjtin talent. Në momentet e saktuara, për shembull, që Partia Demokratike dhe opozita kaloi këto lloj probleme që ju dini, ka rreth një 4 vjet me përçarje ku e di unë. Në fund fundit koha tregoi që marrjen në dorë opozitës nga ana e Berishës ishte efikase, pozitive, sepse ishte personi më dominant. Ishte më dominant. Kështu që unë kam thënë diku tjetër, kjo anije e madhe do të kishte shumë vështirësi nëse do eksperimentonte diçka siç kam bërë unë për shembull. Sepse pati shumë probleme, domethënë shumë tallaze, siç ju e dini, domethënë dau njëri, dau tjetër, për gabime të vetë të gjithë opozitës. Kështu që nuk e paragjykoj, kurse kjo barka jonë e vogël, me thonë që të bëhet tani e madhe, duhet sa më shumë pjesëmarrje të rish. Nuk mund të vazhdoj më me 60-70 vjeçar. Pra ju jeni përshtatur një formatit të partisë suaj, po patjetër, jemi më të vegjël, ne jemi më të vegjël. Kështu që unë gjykoj që kanë bërë mirë. Kjo do duket me 11 maj, por jo, duke filluar për shembull nga Shkodra, ne kemi 10 kandidat në gjithë Shqipërinë, nga të cilët 9 jashtë liste. Mosha mesatare është 35 vjeç. Do të thonë,
moshë e mirë, që të gjithë të shkollu, me shkollat mira, edhe me eksperiencë punë, edhe unë mendoj që prurjet qoftë edhe në vota, në thesën e përbashkët të opozitës, do jenë shumë më të mira, nëse unë, për shembull, Gent Hjuka, Thoma Miqo, që janë antarë të Partisë Agroambientaliste, do vazhdojnë të ishim kandidat. Jemi të gjithë kësaj moshe, dhe një gjë, ne quajmë mosha të tretë, realisht. Do të thonë, do të kalim këtë dytën, që të kalim kjo e para. Politika ka një koncept Kështu që unë gjykoj që, ore, çdo gjë ka një mjaft. Kjo nuk do të thotë që unë s'do jem aktiv politik. Nëse në zgjedhjet e 11 majit do kemi rezultat pozitiv, do të thotë që zgjedhja ime ka qenë e mirë dhe natyrisht besoj që edhe ata që janë antarë kësaj edhe simpatizantë e partisë do të pranojnë kryet të saj. Dhe unë me shumë qejf do vazhdoj të jap kontributin si kryetari i Partisë Agroambientaliste. Nëse do jetë rezultati i dobët konsiderohet që nëse ne jemi për shembull në 20.000 vota, atëherë do të rishikoj pozicionin tim. Në bazë objektive që ju keni përcaktuar si parti. Padyshim. Zoti duket tash që gjërat kanë mbaruar dhe kanë marrë një perceptim të rëndësishëm që thash në fillim. Edhe mund thuan sa gjëra. A ka pasur një negociata për të bashkuar, sepse thuhet që keqja më e madhe të vendit është qeverisja. Edhe normalisht është edhe fryma njerëzve e qytetarëve të tillë është, por kjo faktikisht nuk ndodhi. A mendon se edhe në gabimet që ka bërë opozita kanë ndikuar tre gjëra që të paktën unë i kam nxjerrë themelore, që ka qenë mos pjesëmarrja në komisionin e ndarjes territoriale, ka qenë dorëzimi i mandateve dhe aq më shumë mos hyrja në zgjedhje. A mendoni se këto kanë ndikuar që Partia Demokratike shkojnë në deri xhe? Absolutisht po. Do të thonë këto që the ti, unë i përmend studio. Tre gabime që kanë plagos shumë opozitën, sidomos Partinë Demokratike, plagë të cilët është shumë vështirë që të shërohen. Dhe nëse ne arrijmë që në 11 majit kemi rotacion, do jetë një, ngjarje fantastike. Sepse këto kanë lënë pasojë të mëdha dhe kanë dhënë shumë pushtet Ramës. Shpeshherë unë debatoj edhe me njerëzit, jo se jam xheloz unë se natyrisht Rama krahasimisht me mua është gigant paktën politik, apo zanat e veta. Nuk duhet të them që jam mediokër, këtu si sot dikush e mediokër atje, sepse gjatë jetës vetë ka qenë i suksesshëm. Por ta keni të sigurt që Ramës ja dham ne këto lloj armësh, këto tre që thoti, me të cilat ai luftoi dhe ne ishim pa armë për vetë. Nuk ka qenë shumë merite ati, ma shumë se gabimet tona që ne vazhdojmë të mirë. Shumë. Nëse ti si hipse 61 bashki, do të thotë që kështë disa 1% të caktuar, po themi 40%. Do të thotë që kështë shumë atëherë dikim për të marrë votën në zgjedhjet e kaluara. Nëse ti nuk dilte nga parlamenti në mënyrë absolute, nuk ndryshote kodin zgjedhor, do ishin koalicione klasike, partitë e vogla që puna jon, apo alternative, nuk ishin nevojë me dalë në koalicionin e PD-s, e të plaste ky lloj diskutimi që e ka marrë qyl, apo mund të merrte më shumë për të dilte vetëm. Kjo është temë që diskuton gjithë partitë si puna jonë. Por dishin vetëm se ishte totalisht e mundshme që mund të merrshë mandate bile jo një, por një 4-5, sepse pak a shumë mandati që mas asaj formule që ka qenë donte 5.000 ca, 6.000 vota, 6.000 ca vota. Edhe formula ishte e tillë, nëse ti nuk arrishe pragun, pra 6.000 vota po themi, supozojmë Durrës që është më kollaj për ta thënë. Atëherë, gjithë të votë e ti kaloshin koshit të opozitës. Nëse ti te i kalon nga 6.000, shkon të azim 7.000, 8.000, ato 2.000 vota prap i kalon koshit të opozitës. Kurse këtu mund t'i marrë dhe kundërshtari, sepse i merr partia që merr më shumë. Ky e ka qep kostumin si mas trupit vetë. U bon disa korrigjime për ta plotësuar. Si këtu disa dalë. Ka pas disa lëvizje. Ju keni qenë madje edhe një nga personat që keni negociuar. Unë kam qenë kundër, unë kam votuar kundër. Unë kam votuar kundër. Për të negociuar për një lloj, si thuhet, për të ndrejtur gabimet e mëdha që u bën. Okej, por nuk besoj se është ndrejnë gjë e madhe, por u hoq hersi edhe do votoj diaspora. Edhe këto i quajnë listat hapura, realisht nuk janë listat hapura, se këto janë bunker. Domethënë nga i 140, 46 vet konkurrojnë. 90 ca nuk konkurrojnë. Tash pse u pranua nga PD-ja, edhe nga opozita ky, sepse oferta ishte e tillë, o ju lejmë këtë që kemi, sepse duhet që të cilësuar, siç e dini ju, ose është kjo ofertë, zgjidhni e merrni. PD-ja zgjodhi këtë ofertë e dytë të aktuale, duke menduar që të paktën kemi 46 vende për të cilët garojnë dhe motivon të vetët. Kurse ajo e para ishte me herës, ku herës u thy vetëm një herë nga zoti Luciano Bocci. Përndaj u ndodhi përballë këtij fakti që zgjodhen si thosh të keqen më të vogël. Do vazhdoj të kam ngul, sepse nga informacionet që un kam,
ju bashkë me kolegë tuaj, drejtues partive të tjera, pavarësisht se partive të vogla, por që kanë reputacion në politikën shqiptare dhe janë njerëz të njohur që kanë kontribut në dekada, keni negociuar për ta bashkuar opozitën, për ta dhe pse nuk funksionoi zoti Duka? Shumë kemi negociu, edhe unë jam munduar shumë sepse e kam për informacion. Kemi bërë atë federatën, tentum, fillum të zgjidhnin në përqarqe, domethënë një drejtues federate. Pse? Sepse u ndan parimisht disa. Domethënë kjo ndarja që bëri Basha me Berishën, ishte ndarje parimore. Koha tregoi që Basha vjen keq të them, se po flas brava shpinë që themi. Jemi në emision politik dhe flasim tjetër. Jam duke thënë. Basha po atë ka drejtën të përgjigjet publikisht. Tregoj që nuk ishte person pa pesh, sepse të kesh gjithë të rëndë modë që quhet Partia Demokratike, me gjithë ato antarë, me bile ishe e gatshme, edhe të arrish të si, më thënë, diskutosh nëse merr apo jo një mandat, këte e boni Basha. Nga në tjetër, të vish nga zero, nga non grada, e të mbledhsh që të bësh qendra e rëndesës së opozitë, këte e boni Berisha. Këto janë fakte. Tashi mund të lomotishi si dush. Këto janë fakte, sepse gjysma e këtyre njerëzve, edhe më shumë, që sot janë për krah Berishës, kanë qenë me Bashën. I mori. Zoti Duka mendoni që ka qenë puna për lojës? Jo, s'ka qenë lojë. Kjo është politika, të them drejtën, është edhe i farë talenti, nuk është vetëm thjesht një përgatitje e përgjithshme profesionale e njeriut. Nuk i mungon përvojë, Berisha. Jo, më mund të jesh edhe i ri pa përvojë, po nuk besoj që mund të bësh këto gabime që ka bë Basha, sepse në të dy rastes, edhe nëse i ka bë vet, sepse ai inicioi, edhe mos me marr pjesë në ndarjet territoriale, edhe me lënë mandatet, edhe mos me marr pjesë në zgjedhjet vendore. Por justifikohet që kanë pas, si më thonë, ndërhyrjen e Berishës. Ky është gabimi i madh fare, ky i dyti, më shumë që të pranosh ti, që unë kam qenë kryetari i Partisë Demokratike, po mos kalon ky, mas kaq vitesh, kjo është për mungesë personaliteti. Sepse kur jam unë këtu, nuk mund të marr vendime se më thu ti atje. Unë jam kryet partisë. Nga ana tjetër, nëse i ka marr vet, është po një lloj, po gjithsesi më pak të paktën jo burrnore. Ky bën këtë gabim në dy, që thotë jo kam pas ndërhyrje unë. Pse ke pas kontrata është bërë me ty, nuk është bërë me Berishën. Berisha ka qenë atëherë një antar i thjeshtë i Partisë Demokratike, ku ty e vunë 6 në listë. Kështu që ka qenë një dëm shumë i madh, i iniciuar kryesisht nga ai, edhe ne që u konformuam me ato. Se u konformuam edhe ne me ato. Duka, sepse duke qenë pjesë, ju e thatë edhe vetë më përpara, që keni qenë pjesë aktive. Ja ti them unë. Por se dikush nuk i tha Bashës, tani Berisha ti them unë, gjitha vendimet të treja. Për ndarjen territoriale nuk kam qenë antar i komisionit, i përcaktuar nga opozita. I kam shkuar në zyrë kur ka qenë kryetar bashkie. I kam thënë që duhet të shkojnë të marrin pjesë për ndarjen territoriale. Sepse një nga gjonat që unë doja, për shembull, nëse do isha antar i komisionit, do ngulsha këmbë që Shiaku, si bashki të kishte një dalje ndet. Jo me logjikën thjesht se duhet të ketë dalje ndet, po sepse edhe historikisht disa zone që i nga kalu durë, si që është Manza, për shembull, një nga Manza... Rrushbulli, ka pas një dalje ndet. Po pra, një nga Manza me bë me pyet, ta pyetje dikur që nga thot ka Shiaku, nuk thot ka Durrësi. Jam Shiaka sot, se Shiakës janë faktikisht. Apo Juba, apo Katuneri etj. Kështu që sepse kështu bën ndarja, domethënë tradita, kultura etj, kështu duhet ishte bërë. Faktikisht ai pastaj u bë sipas levërdive elektorale të Partisë Socialiste, e la vetëm ky. Edhe unë kam shkruar, kam thonë zyrë, për këtë kam qenë kundra dhe them publikisht. Për daljen nga parlamenti nuk kam qenë pro, por ka një status Facebook që mund të kontrollohet kollaj, cilën e kam shkruar pa ditë dhe kam thonë kështu. Unë nuk jam dakord për djegjen e mandateve, por gjithsesi unë bashkohem vendimit të opozitës për me qenë kohezion me të, jo sepse jam dakord. Pjesa tjetër mos me marr pjesë në zgjedhje vendore ka qenë një çudi e formalizuar në mënyrën më të tmerrshme s'kam parë ndonjëherë. Në thirrjen e zyrë mendojmë që themi që s'po marrin pjesë, por gjithmonë me mendje për me pas, domethënë një formë presioni. Që domethënë nuk funksionoi faktikisht. Po mirë që funksionoi. Formë presionit. Po kur një ditë para zgjedhjes na thret prapë zyrë na thonë jo, i themi ç'do bëjmë ne nesër? Si do bën zgjedhje pa neve? Ç'është kjo? Të lutem mos ngacmoni zgjedhje, po këtë se marrë vesh. Totalisht 6 një bashki u dhuruan atij tjetrit.
Me këte, sinqerisht e ka, me burnin, nuk du të justifikoj vetëm, po dhe më mënyrë qeverisje të një force politike, apo menaxhimi, më të dobët, unë për vete nuk kom pa. Me gjithë respektin personal që kam me të... To e gjëra tjera që po flasim gjithmonë aspektin. Jo, sinqerisht e kam, se nuk është njëri i përgatitur, ka këtë punë, në të dy raste, si thash, me gjithë se po e përsëris, po jemi revoltuar, sepse ja ka falë për shtetin e tyne, në dy raste, si në rastin e parë, nëse ka marrë vendimet vetë, si në rastin e dytë, nëse o diktu e përgjithë, në dy raste ka faja. Pa tjetër dhe ne tjetër që konformum. Nëse ne do kishim rezistencë i qikë më të madhe, nështë nuk më të nosi këto tre gjëma që u bënë opozitës. Ju mendoni që e dëmtuar në rand? Shumë. Po shumë, sepse i dhamë gjashtë një bashki. Po pa tjetër, zgjedhjet e kalume, 2021, nëse do ishte sistemi vjetës zgjedhor, nëse ti do kishte disa bashkish, po themi 50%, më 30% bashkive, nishin pushtetme se me 48.000 votë nda. Po, ashtu. Ai lloj kodin në shkatërroi fare, ai që boni, ai Rama. Sepse është fakt që shifë dhe dihet, i 100 sami vota LSI-ja, Alati PD-s, i dalëm vete, që nuk u pranoj të futet listë, që për mendimin tim në kushtet aktuale duhet futet listë, gabimi që bëj dhe këto tjerët, ju konvertu në 4 mandate. Normalisht, me pragun që duhet ketë një mandat, tu ishi 10, jo 4. Dhe duke një miku joni përbashkët, miku ju dhe imi njëkohësisht, thotë që dy gjëra kanë ndikuar të mërsisht keq në Partinë Demokratike. Mos marrë pjesë në 98-ën në kushtetutë, ku identifikuan gjithë listat dhe pastaj listat u bën marrën shkallnurin e Arapin e ku diun si mas aty. Dhe në 98-ën në kushtetutë dhe rasti i dytë ka qenë mos pjesëmarrje në zgjedhjet vendore që mos ju tërhiq aty në treve që the, sepse ato tre që the ti janë plakat më të mëdha, janë të tre një lloj. Edhe mos pjesëmarrjen në zgjedhjet vendore, edhe dalin nga parlamenti, edhe mos pjesëmarrjen në ndarjen territoriale. Të treja ka qenë shumë të dëmshme, një lloj që kanë fundosur në bazë sidomos e liderit e saj. Atëherë duke jemi të sipërballë fakti tjetër, koalicionet janë të formsuar, listat kanë dalë, pak a shumë kanë dalë ato lista që janë preferuar nga kryetarët e partive, listat mbyllura, listat hapura, ka qenë zgjedhjet e tyre, por që i ka detyruar dhe kodi zgjedhor në një farë mënyre. Do të isha di një mendim të përgjithshëm të juaj, sepse dalja e listave faktikisht u shoqërua edhe me një lloj në fakt atë natë ka pasur edhe batuta që shkoi me ditën e fundit të merkatos futbollit që lëvizën lojtarët sa ndej, edhe pati pak kënaqësi. A do kishte një mendim përgjithshëm vërtet duke pasur parasysh atë që politika ka dhe moral? Pra, çfarë ndodhi me listat? Mirë, keq. Kodi, unë vazhdet ngul këmbë që kodi zgjedhor është i disfavorshëm për të qenë i drejtë me përcaktimin e njerëzve që janë listë mbyllur. Sepse diku do gabosh. Nëse do kishte një kod zgjedhor, siç ka qenë magjoritar, kok për kok, ka qenë shumë i bukur, por shumë i egër faktikisht, po i bukur, ma kok. O fito ti, o fito unë. Edhe nuk kishte mund të vulonte. Po, e kam thënë, nuk do kishte pak kënaqësi të madhe, ishte luftë e madhe. Ose nëse do ishte atë që ne kemi kërkuar gjithkohën, një proporcional kombëtar me lista të hapura, siç e ka Kosova, apo me 4 rajone këtu, merr u futu atje në bloj, kush merr më shumë, ai bëhet deputet. Edhe këtë ishte shumë mirë. Kurse ky lloj kodi me një farë privilegji, ku 70% e njerëzve futen në bunker, edhe 30% shkonin konkurrojnë, natyrisht pse ti edhe jo unë. A kupto? Pse futesh ti atje? Çdo njëri nga ata me mend vetë mendon që unë jam më i mirë se ai që ato kanë shkuar kanë futur listë. Ai s'ka vota. Ky lloj diskutimi do vazhdoj edhe do jetë. Faktikisht ato primaret ka një diskutim që janë të mira apo të këqija, të dy rastet një lloj janë. Edhe ky që zboni primare, edhe ky ka pas pak kënaqësi sa dush. Kështu që kur merr vendimin për të futur ajo lista e mbyllur këtu 5, atje në Tiranë 12 etj, vështirë është. Faktikisht, unë mendoj që Durrësi ka bërë zgjedhje të mira. Sepse si opozit. Durrësi ka koncidua se në vende të tjera, ndoshta mund të kenë pak kënaqësi çik më shumë, por Durrësi janë futur dy që domethënë një Luku që është Manjola, e cila ka marrë por shifti Bori ka qenë e dyta në zgjedhjet e kalume, e dyta. Nëse ishte lista e hapur ajo delte deputet. Edhe primaret ka qenë nga emrat. Prit pra. Për herë të dytë, në primare del po me votuara. Iglicara ishte i parë në zgjedhjet e kaluara. Në primare del prapë i parë. Po si mund të lesh jashtë? Një ka aleat, se do të kishte pra se ka puna aleat me lerta seroj.
Kjo puna Aladit është kështu. Nëse pyet në një idhtar të PD-s, thotë që çtu unë me gondungur, se do vije, me ka marrë qyll. Nga ana tjetër ta shpjegoj unë ty. Neve në Durrës me qenë rënje të lirë, mos me pas, për shembull, fushatën e kalume, unë kam dalë cep Durrës do thonë që unë nuk du vota për vete, sepse kishte sigurt, ishte i dyti, ishte me herës. Nuk kërcënota asgjë. Du vota për Partinë Demokratike, sepse mendova që do fitojmë qeverisjen. Edhe unë natyrisht do kisha pjesën time të qeverisjes. Pra, e gjithë fushata ishte thjesht pra, kjo më pak vota se ka marrë në 2021, nuk besoj se marrim ne si grup, si pa. Unë ka marrë 4730 vota. Pra në rënje të lirë me lonë, pa, mos me kërku vota për kandidatën, 5000 vota, ne 5000 vota i morën. Mund ta analizosh ti njëri që ka 5000 vota? Jo, nuk i di. Sepse kontributi është shumë i madh. Nga ana tjetër, po kaq mund të marrin Tiranë, unë gjykoj që do të nxjerrim deputet Tiranë, edhe në Durrës, edhe nga jashtë liste. Po mund të marrim Shkodra e tjerë. Në total mund të marrin të shem mbi 30000 vota, mund të marrin 40000 vota, sepse zgjedhjet e kaluara vendone që morën 44000 vota. Unë desë ndalim këtu sepse Prit ta mbaroj, arsye timin, prit. Këto 44000 vota, nëse ne i përkthejmë motamo, sikur të jenë po ato në gjithë Shqipërinë, ne shkojmë afër mandatit, por nuk nxjerrim mandat. Do të thotë që Durrës për shembull, zgjedhjet vendore ke marrë 8000 ca vota. Këto mund mos përkthehen mandat, prandaj këto hikin don PD-s, po ne nuk nxjerrim deputet. Pra, a ka levërdi PD-t na lejnë neve jashtë? Jo. Ne nga ana tjetër, pse kemi pak të levërdi? Se mundet mos e konvertojnë mandat një qark, se u shkodi i tillë, pranojmë një. Pra, të japësh PD-s, mbi 30000 vota, të marrësh një mandat nuk ka si gjë qyll. Nga ana tjetër, këto të mitë që rrinë më thonë gjithkohë që kishin dalë vetë kishin bërë nomin, mund të boshim nomin, po mund të merreshim as i mandat. Kështu që zgjidhja ka qenë me interes reciprok. Unë kjo desë dalim, sepse ka disa vite që personalisht emri ju po dhe partia janë përfolur në Durrës si pjesë e Partisë Demokratike, madje është tentuar edhe që ju të kandidoni për Bashkinë e Durrësit, me sa di ju ka qenë një. Pra, ka qenë një nga hyneret e Lul Bashës me mua, dhe ta shpjegoj edhe këtë podeshe, dhe me thënë masi mblusin sinqerisht, bën edhe një sondazh, edhe si mas sondazhesh që do bëjnë, unë dal mirë, bile dal më i preferuari nga ana e djathtë. Më thohet fillo fushatën, bona po thoshe një shtab elektoral me të majtë e djathtë, sepse dihet imazhi im nuk është në ekstrem mas të majtë e djathtës. Fillon punën, më thret në Tiranë, thotë hajde thotë menova që do më prezantoj, u vesh edhe me kostum, ai kishte më thirrë me më thonë që si ti do jeti tjetër, kuptoj. Kjo është hyner jashtëzakonshëm. Edhe mas sa kohësh, para pak kohësh ka thonë që jo kam pasur dorë nga Berisha. Po që më duhet muhabetin e kisha bën me ty unë. Se kush ndërhuj ty nuk du me ditë fare. Unë me ty kësha mendë një kontratë. Ti që përmajnë e kontratës, la. Ti ku flet me mu, ajo pun ka marrë fund. Nuk ka lidhe Armand Duka, me gjithë se është shjerë se kënë ishte i aftë. E du shumë, a mua po kam do në lafin, e majtë e shkelunër në ti. Shke punër, thashë unë ty po më dërhynë mu. Zë duke ndërpresi për pak publicitet dhe rikthehemi përsëri në një pjesë tjetër të emisionit. Atëherë rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit, i ftuar jemi për sonte, siç thash, është zoti Agron Duka. Duka keni konsumuar disa pyetje që kanë të bëjnë me mënyrën si u ndërtu koalicioni, pjesëmarrjen tuaj, listën, por edhe me ato që ka ndodhur në opozitën shqiptare, ndërkohë që do si do kthehemi ke pjesa më e rëndësishme. Janë 3 mandate qeverisë të zotit Rami, i cili pretendon për një mandat të 4, dhe unë desha të bëj një pyetje të përgjithshme, pa hyrë në detaje sepse do kemi kohë të shtjellojmë. Si e shikoni qeverisjen 3 vjeçare të zotit Rama, pasi ju si opozitë keni qenë shpesh herë kontestuese, vetëm ju si parti agrare ambientaliste, por edhe si opozitë e koalicionit që jeni tashti. Pra, një gjykim ju i përgjithshëm për qeverisjen e Rama. Mandati i parë natyrisht ka qenë më i mirë, edhe kështu not gjithmonë. Domethënë prandaj duhet rotacioni, sepse një mandat i parë vjen gjithmonë me energji të reja, me premtime elektorale të cilat janë të afërta dhe domosdoshmërisht duhen mbajtur. Më vonë pastaj, nëse vazhdon shumë, siç ka vazhduar 12 vjet, atëherë krijojnë probleme korruptive, siç edhe kanë krijuar. Do thonë shpesh herë njerëz që punojnë sot në administratë shtetore, duke qenë 12 vjet, duke pretenduar për me qenë edhe 16, i duket si Shqipëria është për vet.
edhe po ta shikoni kështu sillen në shumë institucione, edhe pikërisht prandaj, domethënë kanë dalë aq shumë probleme me dhjetra e qindra, duke filluar që nga kabinetet, ish kabinetet qeveritare, ke administratat e ndryshme, edhe ka kulmimi pastaj me kryetarin e Bashkisë së Socialiste. Që mendoj që jo, kjo opozita tu hongër buk, tu hongër, jo të luftu, tu bo fushat elektorale. Nëse do ishte, mos kishe pas të plak që thuti, do kishe rëdzu këtë lloj magjorance, se nuk ka mazima. Dhe me thënë, sidomos, dhe me thënë, mandati i fundit, këtë me arriti kulmimit. Tashi, përse për këtë sektorit që unë përfaqësoj, që di unë, po të them një 2-3 gjona të shkurtra. Dhe me thënë, blegtoria është... Ne do ndalë, më një kam pyetje veçanta, do vazhdojmë të ngelim përsëri këtu, sepse më thati gjë interesante. Mandati i parë pastaj, a mendoni se gjithë ky fluks i drejtësisë tani që po fokusohet më shumë tek qeverisja, është pasojë pikërisht e atij degradimi që i ka ndodhur qeverisjes në këtë pra kemi kryetar bashkisë, kemi ministra, kemi patjetër që është pasojë e degradimit, siç edhe unë mundova t'ju them, Spaku ka vepruar me shumë kurajo. Natyrisht raste ka një farë mefshtësie, por gjithsesi për mendimin tim unë kam një optik pozitive për Spakun personalisht. Pavarësisht se jam një koalicion që e shef ndryshe Spaku, unë mendoj që drejtësia nuk është nivelet që ka qenë, sepse nuk guxonte kush në ato kohë që fuste, nuk po them për këto që ka qenë eks, po një njeri kaq të pushtetshëm, siç është Erion Veliaj. Kështu që për mendimin tim, këto natyrisht janë pikë negative dhe kosto negative për qeverisjen. Tash çfarë ndodh? Ky është i mjeshtër që është, që janë gjithë politikanë, po ky kalon çdo lloj fantazie, është habit me shumë. Këtë mundohet ta konvertoj në pozitive. Do të thonë, mu më kapin për ditë, po unë kam bërë drejtësi, bravo më qoftë mu, që kam arrit që populli shqiptar të jetë kaq i lumtur që kush vjen të shkojë në burg. A ka mundësi ta mërmeni aty që një kryetar qeverie, një kryeministër të mos di se çfarë bëhet me vendimet e ministrave të vetë. Nuk nëse unë kam qenë antar e kabinetit qeveritar, nuk kalonte një vendim, një projekt ligj, një projekt vendim që vjen qeveri, nuk kalonte pa aprovimin e fatosna, nuk ndodhte, do të bile nano, me thonë drejtën, ka qenë me sa di unë, se unë s'kam qenë ke qeveri tjera, kam qenë me Metën, kam qenë dhe me Majkon, po nga ato mund të flas me siguri për këtë tjerë se di, ka qenë kryeministri vetëm që nuk kalonte asnjë projekt vendim me votë, asnjëherë. Ka qelluar mua një herë për shembull, që për një projekt vendim të Ministrisë Bujqësisë është diskutuar një 5-6 orë, thash shtyhet më lehtë për nesër sepse nuk binim dakord. Nuk tha që hajde e votojmë, se mund të votohet dhe mund të fitohet ose mund të hudhte. Shife, rishife, hesi prap nesër, nëse do bim dakord të kalojmë. Një drejtuesi. Kështu që me këtë duhet të them, a ka mundësi a mund ta perceptoj kush një mendje normale që këto gjona, këto vendime janë marrë pa dijenin e këtij, sepse ky ka filmos gjithë jetën, nuk ka mundësi. Unë nuk po them që ka vjedhë i bashkë me ata, po në fundit... Problemi drejtësisë. Ajo problem drejtësie. Ama, edhe nëse ka qenë i pakujdesshëm, edhe nëse ka qenë rojtar jo i mirë i parave të popullit shqiptar, i buxhetit, edhe kjo është a negative, cilët do përkthehet vot kundra. Këtë pyetje kishte tani si politikan, sepse zoti Rama në momentin që ka marrë mandatin dhe i ka marrë votat të shqiptarëve, i ka thënë që unë kam zgjedhur bashkëpunëtorët e mi më të mirë. Po kur vjen puna që bashkëpunëtorët më të mirë hynë në burg, thotë përgjegjësi është personale. Është normale kjo? Si që ka normale, unë pikërisht e argumentova, nuk mund të jetë normale. Ky bili ka kthyer frutën në perime, në një kohë që frutën e perimet të Shqipërisë janë kalba, kupton? Ky thotë kanë marrë kumlla, dardha, tash ka filluar me peshka, e ku di unë. E lidh gjithmonë me bujqësinë, edhe këto, frutat e perimet, ka ngel stok edhe janë kalb, sepse na myti importin e politikës dhe gabomi që ka ky çopëllë fiskale. Se duke për izë vërtetës ka një opinion ke qytetarët që thonë Ramën e majnë ndërkombëtarët, sa e ka mirë me ndërkombëtarët, ka hapur rrugën për një andrasim Shqipërisë në BE. Sa vërtet është kjo? Ajo është ekziston si mendim ke qytetarët. Është një faktor. Ka kontaktin njëm si gazetar. Është shumë i zoti për të lobu. Kjo është zotësi, aftësi, bravo i qoftë. Po nga ana tjetër, unë ngul këmbë ka ato tre që theti. Dhe me thonë, gabimet që ka bo opozita kanë qenë
një armë e fuqishme në favor të Ramës personalisht. Pse im shok këtyre punëve se këto s'rregullohen më. Ja, mendojmë që të rregullohen këto zgjedhje, këto dikojnë këto që ka po ndodhin, besoj do kthehen vota kundër. Domethënë, e di çka më jep më shpresë që mund të ketë rotacion vota kundër atij. Ne do shkojmë çka aty, por dal tani tek pjesa që ju profesoni, duke qenë një parti pavarësisht se parti e vogël, por një parti që faktikisht ka disa shtylla kryesore të ekonomisë. Unë do përmend vetëm bujqësinë, blegtorinë, por është agroturizmi pjesë e dyve, por është mjedisi një shtyllë kryesore. Dhe doja dija prej kohësh ju keni denoncuar, ju keni marrë në mbrojtje atë që ka ndodhur. Çfarë ka ndodhur me bujqësinë dhe blegtorinë, sidomos dy sektorët më të çuditshëm në Shqipëri që fondet nuk kanë munguar, investimet, subvencionet sipas qeverisë kanë qenë, por përgjithësisht vërtetës gjendja e fshatit është totalisht e mjeruar me 100 hektar tokë djerë dhe zoti duke jam ndruar ta them ndoshta unë gaboj, por fëmijët e fshatit i duhet shkojnë në tregu i qytetit për të pa kafshë sepse në fshat nuk ka kafshë më. Tash si thëdi një parti e vogël, me thonë drejtë partia matet nga numri i votave. Këtë janë ato. Nuk desha. Jo, ta sqaroj. Jo, e vogël jemi, e vogël, kështu konsiderohemi. Ky është imazhi. Programi që keni pastaj për bujqësinë. Jo vetëm sa programi, por neve kemi hyrë gjithsej vetëm një palë zgjedhje për arsye të marrëveshjeve të shumtura që ka bëu opozita për herë me Ramën, ne s'kemë mujt më zgjedhje. Nga 2016 që unë jam bërë kryetar i Partisë Agrarmente, kam hyrë vetëm një herë zgjedhje. Zgjedhje vendore 2000, sa i bëj sa 3-shit, u bëm blok 2023. Tash në ato zgjedhje unë kam dalë neve, Partia Agrarmente ka dalë partia 4. Pra mas dy grupime të mëdha, Tom Doshi, PSD dhe kemi dalë ne, ku kemi marrë 44.000 ca vota. Që do të thotë në gjithë lumë partish ku ishte PDU-ja, Partia Republikane e tjerë, ne kemi dalë 4. Edhe jemi diferencë me partitë që vimi mas nesh rreth 20.000 vota. Kjo për numrin e partive që janë në Shqipëri nuk konsiderohet më parti e vogël. Nëse do arrim të marrim të njëjtin trend, natyrisht nesër mund ta thosh me plot gojën partia e madhe, sepse zgjedhjet vendore me zgjedhjet parlamentare natyrisht nuk janë motamos se kanë edhe problemet e veta, dihet. Kanë edhe specifikat vetë. Këtu luftohet për pushtetin, atje individi tregë çik më shumë. Është vërtet. Tash bujqësia dhe blegtoria në Shqipëri kanë probleme të mëdha. Këtu është problem koncepti. Kjo qeveri nuk e ka pa si i thush prioritet bujqësinë. Do të thonë ka më pak se 2% të GDP-s në buxhet, ndërkohë që jep rreth 19 deri 20% kontribut. Ka një diferencë të jashtëzakonshme. Edhe qeveri tjera nuk është se e kanë pas si prioritet, po këtu ka dhe politika të gabuara fiskale. Një nga ata, që edhe Braçe për shembull, unë e kam përshëndet gjithmonë dhe përshëndet. Po patjetër, një zë shumë kritik. Ka qenë zë kritik, është problemi që grumbulluesit shqiptar kur blejnë mallra tek fermerët, e marrin me 0% të VSH, edhe kur e shesin i kërkohet rimbursimi të VSH-s 20%. Në këtë kontekst, këta e ngrenë çmimin 20%. Duhet ngrenë çmimin 20% e konkuron malli importit. Neve kjo na ka dalë këtu, mu personalisht edhe Braçës. Duhet të jetë barabartë të VSH-ja në blerje me të VSH në shitje, në mënyrë që të zbutet ky 20%. Për këtë arsye, janë kthy importit, marrin qumësh nga importi, marrin madhra bujqësore nga importi, dhe si pasojë kemi stoqje që prishen, shkatërrohen edhe rënje e numrit të blegtorisë. Një nga arsyet. Një arsye tjetër, ka dhe shumë, po një nga arsye tjetër për cilët PD dhe ne jemi motamo një lloj, një dhe subvencionet, sepse ne mendojmë që duhet të ketë subvencione direkte, pra për çdo njësi prodhimi duhet subvencionohet çdo njeri që merret me bujqësi dhe blegtori. Pra kilogram mish, qumësht, lidhë qumësht, grur, misër e tjerë. Ka një regjistër të tillë dhe kjo nuk është një shpikje që themi ne, po është një kopje që ka bërë gjithë vendet rajonit, siç ka Maqedonia, Kosova e tjerë. Ato po ta shohësh, i kanë qetë gjithë produktet bujqësore blegtorale dhe sasinë e subvencioneve që duhet marrë çdo njeri që merret me këtë edhe i cili identifikohet. Kjo shërben në formalizimin e bujqësisë dhe blegtorisë. Natyrisht një problem tjetër është edhe si thosh likuiditetet, financimi, cilët mungojnë, shkojnë për këto fondacione, marrin me 20% e lartë. Kjo është një torturë e madhe, një njeri që punon serë, apo që punon jashtë. Me mjetë e mekanikën ndonjëherë dhe jo, ndonjëherë dhe me krah.
ti jep 20%, një ko një njëri që merret me tregtie, kur ka volume shumë, jep me 3%, që në shimi ka shumë. Ka një iniciativë kohët e fundit, ku ne kalum në Komisionin Parlamentar, për krijimin e një banke zhvillimi. Erdhoi ministra e Sigurisë, ku do ketë një nga, fashat do jetë edhe bujqësia, ku mund të marrin kredi. Do jetë me përqindje më turit, kjo është pozitive. Problemi është pyetja që unë i bërë ministrit, si kjo, po mirë, dakord. Duke qenë që ky sektor është një sektor me risk, a ka bankë që t'jave këtyre fermerëve? Nëse shteti nuk hyn me subvencione, se thotë që më duhet, më u kam frikë se unë humb lekët. Se një bankë e tillë ka ekzistuar. Nga vitet 90, bile këtu ka qenë Cembeka, ka qenë drejtori e saj. Banka që është banka agrare. E ka pas kredi me 39%. Po, jepte për një traktor, për mjetë. Po edhe për bujqësinë, u pas si gjë pozitive, po 39% pati shumë njerëz që merreshin kredi edhe nuk i ktheshin, pra kredi të qia quhen këta. Edhe kjo banka falimentoi, nuk arriti të mbijetoj. Që të mbijetoj kjo lloj banke duhet patjetër një farë subvencioni nga shteti. Edhe pyetja që bërë ministri i thash, një gjë, kush janë njerëzit që përfitojnë? Natyrisht fermat të cilët janë konsoliduar. Por nuk zhvillohet bujqësia vetëm me fermat konsoliduar, sepse ne kemi shumicën e bujqësisë informale. Kështu që po këto si bëhet, edhe nuk besoj se do jetë zgjidhje, megjithatë unë kam votuar pro këtë. Sado që ti, sado që t'i japi ndikim, qoftë edhe ka ato që po i quajnë privilegjuar, përdesë bëhet fjalë për bujqësinë, edhe unë e kam pasi proces pozitiv. Edhe gjë tjetër mos pëtell është kjo sigurimi i fermave. Fermat nuk i sigurojnë kompanitë e sigurimit për shkak se janë sektor me risk edhe kanë të lartë primin. Me çfarë ndodh në shumë vende ndodhin nga fatkeqësi natyrore që janë përmbytje, breshë e tjerë. Ai fermeri shkatërrohet plotësisht. Nëse se ka të sigurume, që ta ketë sigurume, për këte primin prap shtetit duhet të marrë pjesë një farë subvencioni. Edhe ti thotë këti komuni sigurimi dhe gjo, po që e gjë atë do japi ky pjesë të vetë, edhe unë do të paguaj pjesë të tive, në mënyrë që ai të paktën të marri aq para sa të mbijetoj. Kështu që janë disa pika, po ndër këto kryesorët janë këta. Po flasim gjithmonë për gjithësi. Po se i përket mjedisit, më falë se po ashtu. Kam një pikë tjetër faktikisht për mjedisin, por desha të ngel këtu. Gjithmonë është folur që ka pasur fonde, madje ka pasur dhe akuza që fondet janë shpërdoruar gjithsesi, po këto fonde ku shkojnë? Sepse fermerët, unë po përdor një term fermerët, po nuk e di çfarë fermeri mund të jetë ai që ka tokën 5 venësh e gjithsesi. Ato nuk i shkojnë fondet ose aplikojnë, nuk marrin dot, marrin ato që e ke fjalën për i partin. Faktikisht fondet e i partit të tilla janë që kanë disa kërkesa për ato që aplikojnë. Nuk mund shkojnë kudo. Nuk mund shkojnë kudo. Ka pas indikim shumë pozitiv kur ky funksiononte, me sa di është pezullu dhe akoma s'ka fillu, pritet që të bëhet një audit, sepse pati shumë akuza nga vetë ato të Olafit, besoj edhe me... është bërë dhe mediatike. Po, me këto, domethënë, sinjale që kanë rënë nga Shqipëria, që shumë fonde kanë shku jo në drejtim të fermës, por për investime tjera. Kështu këtë do mbetet për të parë. Është dëm i madh, edhe do jetë shumë mirë që të rifilloj sa më shpejt. Nuk kam asnjë lloj si vetë dorën kërkujt, qoftë ministër apo ku e diu, sepse është një proces shumë i gjonjë, do ta marr pjesë. Ne po merremi me sepse është shpërdorimet, abuzimet, pastaj është drejtësia që merret. Unë e kam pyetje konkrete. A keni ju një program të qartë për dalë nga kjo situatë, por për sa i përket menaxhimit këtyre gjëra? Pra, si do ta bëjë ndryshe nesër në pushtet Partia Agrare të gjë? Jo të Partia Agrare, po dhe Partia Socialiste. Jo ta them, edhe Partia Socialiste, edhe gjithë partitë politike kur vinë me idenë, me bë punë. Pastaj i mbizotron edhe i mbyt ajo militantizmi. E çan kur vjen mandati i parë, vjen njerëz për shembull që megjithatë janë të aftë. Edhe mund të ecin përpara. Natyrisht Partia Demokratike do vi me energji të re nëse vjen. Edhe do vi pikërisht me këta që të realizoj, me këto specialistë të realizohet program që do shpalosi. Më vonë, fillojnë me ato ndikimet, fillojnë ato. Bien në rutinë. Fillon të ndikimet e militantëve. Domethënë, unë kam thënë edhe them gjithmonë që po të vesh re disa sektorë që janë shumë etik për bujqësinë për shembull,
Ka njerëz që si janë Zanotit, domethënë nuk mund vesh ti ta zem, unë nuk e di kush është sot drejtor, ja KU-s, as Durrës. Dikur kur është themelu ky institucion, për shembull ka qenë Genç Juka, që ka qenë agronom me eksperiencë juridike, sepse ka qenë deputet e tjerë e tjerë. Apo ku diun, herë tjera, po kur filloi bën pastaj pazare, siç u bën një kohë me një parti politike, për shembull, që ja dhan. Ka qenë edhe oficer një drejtor i KU-s, oficer, pa kam. Ti shënon me shku në BE, që të shkosh në BE, një nga pikat kryesore siguria ushqimore, nuk të fale edhe pra të pjesë. E ti the një oficer në kryet e KU-s. në fillimit e vete nuk ka bëhë pësëja këtë punë. Më vonë filloi pastaj duke degradu. Pra një nga gjonat që mund të shpëtohet nga kjo, është pikërisht vënia e njerëzve të duhur në vendet e duhur. Dhe jo thjesht militant. Ore ti po arriti me gjetë militanti që të ketë edhe këtë dhënë. Po, që të ketë Dhe dalim tek pyetja që ju e kishit merak, por që shpesh herë edhe në rrjetet sociale, por edhe në komunikimin që keni pasur me elektoratin tuaj, është serioz, po është serioz edhe për gjithë shqiptarët që ka të bëjë me mjedisin. Pra, shpesh herë pamjet janë të frikshme, janë rrënqellëse, mjedisin shpesh herë për përfitime, shpesh herë për abuzime, shpesh herë për korrupsion, po ndodhin gjëra të frikshme, në fatikisht. Edhe kjo është evidente nga të gjithë. A mendoni se për pos masave që do të marrin një qeveri, duhet të shurët një kuadër ligjor për ta bërë më funksional mbrojtjen e mjedisit. Kam parasysh kur them mjedisi, kam parasysh pyet, kam ndotjen disa aspekte që jo, kuadri ligjor nuk është se nuk ekziston, problemi është i zbatimit edhe si thosh i luftës. Ju mendoni se ekzistojnë ligjet, nuk zbatohen? Ekzistojnë ligjet, natyrisht do përsosen. Nuk zbatohen, edhe korruptohen. Sepse për shembull ajo e tjera anës, ajo ja një vreti që un kam për spaku, për shembull kjo që merret në Velie në hetim, se akoma është në hetim. Për disa gjëra ku diun mi vret 800.000 euro, do thotë që janë pak janë, po problemi është që inqeratorit i anës ka vunë në Velis. Ku shkon lekt inqeratorit i anës? Ku do shkojnë plerat? Unë gjova një deklarat rrënqetëse nga një dy gazetare investigative tek Ylli Rakipi, ku thoshin jo, jemi në një kolaps të madh, me një problem të madh, që në një të armë të afërt, që mund të kemi përmbytje të gjithë çapkëtarët nga plerat. Pra nuk u zgjidh problemi i plerave. Prandaj nuk besoj që janë ligjit që e kanë pengu këtë. Nga ana tjetër, nuk jam për moratoriumet, e kam thonë gjithmonë. E kam thonë edhe kohën kur Berisha ka bërë moratorium për skafën, për shembull. Sepse kjo është shprehje pa aftësi të shtetit. Moratorium për pyjet, moratorium për gjuetin, vazhdojnë të njëjtat histori, sepse do rrujnë pyjet ruhen si mas rregull që ka, se pylli don edhe krahasitje, për shembull. Ka edhe momente që duhet ndërhy, nuk besoj që ka punë zgjedhur me moratorium. Vetëm pak ditë madje jo pak ditë, po 2 ditë më përpara, në kuvent, duke qenë edhe kjo amollia e listave, gjithë vëmendja kishte shkuar tek listat, në kuvent kanë kaluar ligji i paketës maleve dhe parcelet e Ashashit. Një opinion i përgjithshëm për këto dy ligje dhe do ketë ndikim, a mund të ishte bërë zgjedhje? Për Ashashin kam qenë kundra. Jo, them për momentin e mirëtum. Kam qenë kundra, por kurse kjo paketë maleve, kjo është shkelje ligjore. Shkelje sepse çdo lloj grandi ka 6 muaj pas zgjedhjeve, i cili mund të ketë ndikim në votë, nuk lejohet. Këto kanë shkel ligjin, edhe thot, ai shpreh shoqimon fare. Filloi shpreh thot, "Shulet ka shkel ligjin, unë se unë ndihmoj njerëzit, e kupton." Me këtë a fitohom nuk e di. Po thashun ty, të kishe qenë një opozit me probleme të zgjidhura dhe pak të lloj plagësh që ka në trup, ato që 3 që theti, tu hongër bukë kishe mund këta. Se edhe korrupsion vjen edhe vjedhje vjen. Zoti duken gjithmonë në një rast të mundshëm të një fitore të opozitës. A do të rishikoni këto dy ligje të kaluam, paketën e maleve dhe ndarjet zonale të Hashashit, sepse përveçse grupeve interesit mund të ketë edhe mund të bëhen edhe qoka për fushata? Jo, Hashashi ka një problem të madh përveç asaj qoke që thu ti, sepse ai ligji është i kopsitur mirë, që është për medicinë, për medicinal. Edhe nuk është për përdorim vetjak. Kështu që
Ne e kemi kundërshtu këte, sepse nga kjo mund të kalot kjo tjetër kollaj fare me aftësinë që ka për monitorim shteti shqiptar. Opozita me sa diun, unë ka votu kundra, po e gjithë opozita ka votu kundra, kështu që normal do mund të shkojë. Ajo paketë male është shkelje sepse pse u bë, domethënë në kohë që nuk lejohet ligjërisht, po mund të jetë pozitive dhe besoj që mund të ketë edhe vot pro të opozitës sotme nëse kthehet në majoratë. Atëherë kalojmë një hapësirë tjetër publicitare për të rikthyer në pjesën e fundit të emisionit. Zotë Duka, rikthehemi tek pjesa e tretë e emisionit, për pjesa e tretë sepse ashtu e ndam dhe fokusuam, e cila ka të bëjë tani me fushatën zgjedhore që pak a shumë janë 60 ditë në lojë, më pak se 60 ditë, po themi 2 muaj. Një mendim juaj i përgjithshëm, a mendoni se kjo fushatë do jetë e qetë duke pasur parasysh ato akuzë që ju keni ngritur për 3 palë zgjedhje, por në fakt janë 6 palë zgjedhje se janë 3 zgjedhje lokale. Pra, a mendoni se do jetë një fushatë ndryshe nga fushatë të tjera, ku opozita ka ngritur zërin për abuzime, për manipulime, për ndërhyrje, keq përdorim të administratës, të fondeve dhe të tjera që unë s'po i përmend gjithë. Padyshim, domethënë çdo njeri, çdo kush, çdo forcë politike që është pushtet do mundohet të shfrytëzojë gjithë asë dhe veta me dhe pa shkelje ligji. Po kur them me shkelje ligji, ndoshta edhe skapet. Çfarë do të thotë? Që e shfrytëzon administratën edhe pa shkelje ligji, se thratë janë zyra e kryetarit të bashkisë, dhe i thotë do na votosh ne, sa në do japësh ka familje. Kjo realisht nuk është e moralshme, po nuk mund ta kapësh për shkelje ligji. Kënë gjykoj unë privilegje që jep pushtetin një përqindje të caktuar rreth një 2% mund të ketë pushteti. Kushdo qoftë, majtës apo djatës. Kurse pjesa tjetër si do jetë, unë mendoj që do jetë shumë më e qetë, sepse shoh që një ndihmë të madhe ka dhënë drejtësia e SPAK-u, po t'i vësh re, domethënë ato grupet të cilët kanë qenë shpërndarë gjithë Shqipërinë shumë influent, grupet e të fortëve, po themi, nuk ekzistojnë më, me raste shumë të rralla, pra fusha është më e pastër, plus me sa di edhe ashtu është deklaruar që SPAK-u do ketë struktura që do monitorojnë zgjedhjet. Ka një marrëveshje mes prokurorisë, SPAK-u dhe do jenë dëshmëri. Ato kanë hapur dhe një adresë për. Kjo është pozitive dhe përveç pjesës nëse kalojnë pastaj banalizojnë problemin, nëse kalojnë në gjëra fare banale, u kap finoni për i gjë që s'ka një farë ndikimi, këto gjinat, domethënë. Por të shkruar se opozita ka një lloj rezerve ndaj SPAK-ut, mund ta ketë rezerve edhe në procesin zgjedhor. Rezerva është shkutja e politikës me grupet kriminale, e cilë nuk ka nevojë për strukturë, por duhet bëjë gjë deri sot. Që tani do t'i bëhet. Po një farë mënyrë këto kanë filluar këtë lloj pjese. Po ti vjen re, janë kap grupe kriminale në Shkodër, në Elbasan e tjerë, cilët në zgjedhje kaluame kanë qenë influent. Përveç pjesës zyrtare që do ndikojnë organet e drejtësisë, si mendoni tek mentaliteti i njerëzve, qytetarëve, të cilët a do ndihen më sigurt tani me që thuhet që SPAK-u, drejtësia do të marrin dorë situatën, do ketë rëndësime, do të ndjekë, do të bëjë. A do të ndikojë ke qytetarët? Se ata janë votuesit. Opinioni, domethënë opinioni publik shqiptar ka një vlerësim pozitiv për SPAK-un në dominancë. Tregon që këte e ka pikrisht edhe për këtë punë, për të ndjerë siguri edhe vetë ata. Unë mendoj që natyrisht do ndjeren më mirë, do ndjeren më të sigurt, ose më mirë me thonë, nuk do ndjeren aq të kërcënuar. Sepse njerëzit sidomos zonat rurale, ato të fortit, kanë bërë kërdim, dikur, qoftë majtas apo djathtas. Por duke qenë edhe përgjithsisht do s'kan ka politikë. Duke qenë edhe ekonomia e varfër është më manipulueshme. Edhe duke për herë të parë, është një rast për të përshëndetur faktikisht që ka qenë edhe një marrëveshje 2 pagë dhe është kaluar me kompromis. Do kemi votet e diasporës. Ju vetë, nësa unë kam pasur kontakt dhe ju kam ndjekur, keni marrë pjesë të takimit diasporës, që është vetë në Itali, pra ishte një takim që zoti Berisha zhvilloi, takimi i opozitës. Si e shikoni këtë proces pjesëmarrje dhe ajo që unë do t'ju pyes pastaj ndoshta, a mendoni që mund të luhet me votën e diasporës sepse kanë filluar dalin llafet e para? Është për të përshëndetur që diaspora për herë të parë voton.
Sepse përveç asaj që ka dhënë ndikim në zhvillimin e ekonomisë shqiptare, fundit sot është edhe aktor. Dhe mes atij dy forca të mëdha politike janë munduar të fuzojnë në listat e tyre brenda dhe jashtë. Kjo tregon që duhet të involvojnë dhe të marrin votën. Pse ka filluar diçka më shpejt fushatën me diasporën, PD pak më vonë, në menaxhimin e votës së diasporës natyrisht ka një favor PS-ja, por unë kam pa kur kam shkuar atje, që ka një ndjeshmëri pozitive për opozitën, sepse është logjike që shumica e shqiptarëve që largu vitet e fundit kanë qenë njerëz që mbështesin opozitën. Nuk besoj që është kaq e manipulueshme sa mund të jetë vota brenda. Megjithatë duhet kujdes. Nuk besoj kurrë që mund të manipulohet dhe të vidhet vota rrugës, siç edhe ka. Atë që thoni ju që ka llafe, këto llafet ndonjëherë shpërndahen edhe për të krijuar një farë, më thënë, dëshmërie negative, ose me thënë, pa besueshmërie që mund të ketë relacion, sepse kam dëgjuar unë ka. Ndikon edhe në rrjetet sociale shumë, kam shkuar për shembull atje. Po jam korrekt me këtë pjesë, pra nuk janë zyrtare të gjitha. Unë nuk besoj që ndodhen, se aty çfarë shpikin, që kanë ardhur me dhon ka 500 euro votën e kështu me radhë, nuk besoj se kjo do ndodhe. Unë ju thash që kishte ndjeshmëri sepse kam bërë 2 takime, kam bërë një në Pistoja me kandidatën që kemi në pas në Shkodër, ku u mbledhën rreth 200 ca vet. Unë domethënë kam aq eksperiencë sa të shoh nga mënyra e reagimit që dukesh që kishte një reagim pozitiv, po ajo që më bindi pastaj ishte takimi që bëm Milano, që nuk kishim ne protagonistë, ishte Berisha natyrisht, edhe PD-ja, kur një sallë për rreth 1600 veta ishin vendet plota, dhe 1000 ngelen jashtë. Pati duke që kishte vot kundra, majoranca ishin shumica njerëz natyrisht që vinë nga opozita, ndër të cilët ndonjë ishte edhe simpatizant i Berishës, po ishte kundër Ramës. Dhe kjo më jep të kuptoj që ata do votojnë për rotacionin. Megjithatë mbetet për të parë. Zëduka, u do ta ke 3 pyetjet e fundit, paktën kështu kam menduar sepse ne do kemi rast të jemi përsëri bashkë, por do jemi përsëri edhe me kandidatin e listës, zotin Artan Luku, i cili ndoshta ke programi për Durrësin do na japi më shumë detaje. Por thash do jemi dhe përsëri bashkë. A mendoni se do keni një përshmëri lidhur me objektivat që i keni vendosur për këtë fushatë? Jo vetëm si pjesë e koalicionit, por edhe si parti ambientaliste. Si parti. Jo vetëm Durrësin, pra kur keni një kandidat të listën e sigurt, por unë bashkoj në përgjithësi, sepse ju tha që jeni një nga 4-5 partitë kryesore që dhe duke pasur një program i cili është shumë i ndjeshëm për shqiptarët, që ka të bëjë me bujqësinë, blegorinë, mjedisin dhe gjëra të tjera që lidhen me këtë agroturizmin e tjerë. Padyshim si parti kemi shumë pritshmëri. Besoj në jo, unë i matë ka qenë i burri i mirë shumë, domethënë s'ka një që nuk la dërbëm në vetë, po këtë opinion e kam pasur nga tjerët. Ka shumë gjëra kam mësuar nga ai, po një nga gjërat kryesore kam mësuar në jo. Po punove, do ketë rezultat. Po as punove, mos prit gjë. Kështu që ne po punojmë, realisht po punojmë shumë. Kemi punuar shumë mirë që nga selektimi i këtyre kandidatëve, që janë jo të gjithë antarët Partisë Kampitaliste, po dikush edhe simpatizant. Kemi bredh gjithë Shqipërinë. Keni një proces i gjatë. Padyshim, edhe besoj që do kemi rezultat pozitiv. Pra do na realizohen pritshmëritë. Më lejo të them kandidati që kemi ne, shkurtimisht. Ne në Shkodër kemi një Matilda Matia, e cila është 29 vjeçë, marrur në Itali, me një 7 vjet eksperiencë pune. Unë gjykoj që do marri vota konsiderueshëm, edhe ne tentojmë me nxjerr deputet. Nuk janë shaka. Tentojmë me nxjerr, kur tentojmë me nxjerr deputet, do të thotë votat janë të konsiderueshme për koshin e opozitës. Në Lezhë Edison Doçi, 33 vjeç, me të njëjtat dhëna. Dhe këtu tentojmë të nxjerrim deputet. Në Fier Martin Dogani, natyrisht këtu nuk besoj se mund të nxjerrim deputet, po besojmë që të marrim. Ju keni pas një bazë të mirë Fier. Po pra, besojmë të marrim, paktën kështu na është shpëntuar edhe nga gjithë grupi atje, votat që kemi marrë 2021. 2021 kemi marrë 3359 vota. Më shtën nga shtabi elektoral atje që nëse morëm një vot më pak, atëherë është fajon. Ne besojmë të morrim më shumë. Pra, janë konsiderueshëm.
Gjithmonë prishërit janë objektive, nuk janë ajër. Në Vlorë Artan Liça, i cili tenton të marrë mandatin. Gjithmonë kjo varet sa sa shkojnë mandatet e opozitës. Dalin nga i bunkeri, po ka një korelacion fakt. Nëse ti tenton me marrë mandatin, natyrisht që do dalin nga koalicioni, që votat ne do dalin. Në Korçë Anton Çarçani, me eksperiencë politike, i cili natyrisht do mundohet marrë sa më shumë vota, vështirë për të fituar mandat. Në Elbasan Alis Narazani, i cili ka edhe ky pritshmëritë e veta. Në Tiranë Elton Roshi këtu tentojmë realisht për të marrë mandat. Tiranë. Janë 37 kandidat, janë gjithë fort me thonë drejtën. Jo, Tirana fakti jep mundësinë për të bërë surprizë. Janë 37, po neve do punim shumë. Elton Roshi, biznesmen, 30 vjeç djalë, do mundohemi edhe po punim shumë që ne kemi këtë parët. Në Durrës, në një farë si bashkëpunimi me PD-n, me thonë drejtën, sepse ne kishim kandidat tjetër që ram dakord që mos vazhdojmë atë, ishte burr shumë i mirë etj, por politika do të disa dhona që jo të gjithë i kanë, kuptov? Ke vënë Drec Pjetri, 33 vjeç, me cilin natyrisht do tentojmë që të jemi të parë dhe të marrim mandat. Në Berat, Oltion Merdari me të njëjtat dhëna. Kështu që unë besoj që neve tentojmë në 6 qaqe, tentojmë, mund të ketë edhe një, mundohemi që janë shumë realist. Se ka njerëz që thonë, ne do marrim 71 mandate, 20 thotë tjetri, 30 thotë tjetri. Unë nuk po them që do i marrim, po ne tentojmë seriozisht në 6 qarqe. Pra keni hyrë në një garë për të qenë faktorë në disa qarqe. Kështu që pritshmëritë tona këta janë. Sa do realizojmë thashën ty, fjalë postulat është po për nove do fitosh. Do kaloj 2 pyetje fundit, po do kaloj përsëri politik. Do kaloj politik sepse edhe njerëzit kanë qejf që politik fund. Thash do kena raste të tjera për të sjelluar programin. Ishte edhe një ekspoze që ju na bët për kandidatët që keni në disa rreth dhe për shmërit që mund të keni nga ato. Ka disa ditë që kryeministri i vendit ka gjetur në 2 mandatat e para fakt e pati me në median në qytetin e Kazan, tani ka gjetur një fjalë tjetër knet për opozitën. Si shikoni këtë gjuhë të kryeministrit, sepse nuk më duket normale një kryeminist që thotë kam një mandat sigurt të përdori shprehje knet, kur disa emra të Partisë Demokratike kanë shkuar Partisë Socialiste në momentin e fundit. Është shëmtuar. Domethënë s'ka thonë vetëm knet, ai ka thonë jo ka marrë zogje e zhabe ku. Vë, të kulmi ishte kur thotë ja shqitet e knetës, se s'ku gjë ta them fik si ka thonë ai. Domethënë shumë e shëmtuar. Domethënë nëse ka knet Knet janë ujëra që lëvizin, ti e di se ne jemi të dy nga zona rurale, ujëra që lëvizin janë ujëra që po rrin ka 12 vjet në qeverisje që tentojmë ne 16 vjet. Nuk është opozita, e cila ka 12 vjet që është në opozitë. Ky Knet është vetë ai. Megjithatë unë nuk guxoj tek të jap etiketë për njerëz të ndryshëm që brenda PS-s, por me gjuhë bullizuese mund të përdorsh edhe unë nëse do kisha talent këtë punë, se e ka talent, shumë nga ata të cilat konkurrojnë qoftë listë mbyllura, qoftë listë të hapura. Edhe njerëzit dinë ti dallojnë ata. Janë njerëz që kanë qenë në parlament, nuk kanë një gjuhë zonë i gojës, parlament do të thonë me fol. Nga italisht besoj vjen, parlare, parlament, nuk kanë gjuhë zonë i gojës, nuk e di çfarë lloj zanodi aty. Shkosh në parlament, mos e dish se për çfarë punë ke shku, kom shku unë si shërbej komunitetit, si shërbej komunitetit, parlamenti do për ligje. Ke komentuar në ligjin, komision parlamentar në atje jo. Gjithsesi është ke listë e këtij. Pra ky nuk e ka si prioritet ve njerëz që janë të aftë me ligje, po e ka si prioritet ve njerëz që kanë influencë për të marrë vota në mënyra të ndryshme, nga ana tjetër janë njerëzmen, janë pro këtij. Fundit për të mbyllur. Në rast se zotit Rama do i duhet një mandat nga Kneta, a mendoni që opozita do të japi këtë lloj privilegji sepse nuk di se shkon rezultati i zgjedhjeve? Unë nuk besoj. Sepse Rama në rast ka treguar që në rast se kur është ngushtë nuk e ka problem. Jo vetëm Rama, e ka treguar dhe Berisha, se s'e çudi, e Berisha ka. Po flas se ka 12 vjet kemi harruar Berisha. A shkoi Berisha 7 mandate edhe mori 4 këtu. Këto në politikë, ka shku gjatë me Berishën. Maj non dire mai. Do të thonë në politikë kur nuk mund të shkuar. A ka shans të marrin në një urojmë që të jenë nën 7 mandate. Di çfarë uroj unë? Të mos ketë dominancë. Bile as për Partinë Demokratike, të ketë nevojë edhe për parti të tjera të vogla. Për një qeveri limite. Po valla, se të ketë çik mjak i znak, po soç kështu të marr pushtet.
pa hesap, thash i duket Shqipëria si, ka thonë dash e herë, i duket Shqipëria si përna vetë, e vek shumë për parë, në thotë te po a hajnë mjesht, te po hen drek, te po hen dark, po torp, jo kështu. Që duke pas një disa parti, apo një apo dy, nuk ka fjalë për vetë, aty brenda ka një monitorim, ky s'ka monitorim fare, se të vetës pa monitorim dot. Ti e ke pa që i vetmi zë që kundërshtonat në fushën e policisë Erion Braçë. Kështu se kam një simpati personale për te, po këtë do të më thonë. Jo, është fakt provu. Kush e tjetër njëri ku keti? Pse të gjitha ata që ky bën janë gjitha. Ore, ai fillon tu thon buf. A thot buf ai? I pari. Këto fillojnë gjithë mbrapa atij tu thon buf, bëjnë edhe statusin me buf. Po ka mundësi, po mu me mnod. Për i notit se bëjnë, po kam një integritet timin, do të gjenjë një gjuhë tjetër, pse buf a i buf ta, knet a i knet ta. Pse nodh kjo? Kjo nodh nga pushteti pa kufishim që ka. Ose duke faleminderit që mësonte në emisionin pa kompromis, pa shkopin e marrë, sepse ishte emisioni i parë, ne do kemi rastin të jemi përsëri bashkë. Ndërkohë, shikues, do shikohemi përsëri në ditët e ardhshme bashkë në emisionin pa kompromis në Bulevard Televizion. Natë mirë.